Data 29 mars. Eksodi, kapitulli 40. Pastaj Zoti I foli Mojsiu duke thënë: Ditën e parë të muajit të parë do të ngresh tabernakullin, çadrën e mbledhjes. Do të vendosësh atje arkën e dëshmisë dhe do ta fshehësh arkën me një vel. Do të sjellësh brenda tryezën dhe do të vendosësh mbi të gjërat që duhen. Do të sjellësh gjithashtu shandanin dhe do të ndezësh llampat e tij. Do të vendosësh altarin e artë për temjanin përpara arkës së dëshmisë dhe do të vësh perden në hyrje të tabernakullit. Do ta vësh altarin e holokaustave para hyrjes së tabernakullit të çadrës së mbledhjes. Do ta vendosësh legenin midis çadrës së mbledhjes dhe altarit dhe do të vësh ujë në të. Do t'i vendosësh perdet e oborrit në rreth e qark dhe do të vësh një perde në hyrje të oborrit. Pastaj do të marrësh vajin e vajosjes dhe do të vajosësh tabernakullin dhe tërë gjërat që ndodhen aty dhe do ta shenjtërosh me të gjitha veglat e tij dhe do të jetë I shenjtë. Do të vajosësh altarin e holokausteve dhe tërë orendit e tij. Do të shenjtërosh kështu altarin dhe altari do të jetë shumë I shenjtë. Do të vajosësh edhe legenin me të gjithë bazën e tij dhe do ta shenjtërosh. Pastaj do të afrosh Aronin dhe bijtë e tij në hyrjet e çadrës së mbledhjes dhe do t'i lash me ujë. Do ta veshësh Aronin me rrobat e shenjta. Do ta vajosësh dhe do ta shenjtërosh që të më shërbej si prift. Do të afrosh edhe bijtë e tij dhe do t'i veshësh me tunika. Do t'i vajosësh ashtu si do ta kesh vajosur atin e tyre, që të më shërbejnë si priftërinj. Vajosja e tyre do t'ju jap priftëri përjet, brez pas brezi. Mojsiu ashtu veproi. Bëri pikërisht të gjitha ato që Zoti I kishte urdhëruar. Kështu ditën e parë të muajit të parë të vitit të dytë u ndërtua tabernakulli. Mojsiu e ngriti tabernakullin, hodhi bazat e tij, sistemoi dorrasat e tij, I vuri traversat e tij dhe ngriti shtyllat e tij. Mbi tabernakullin shtriu perden dhe mbi këtë vendosi mbulesën e çadrës, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj mori dëshminë dhe e vendosi brenda arkës. U vuri shtizat unazave të arkës dhe e vuri pajtuesin mbi arkë. E çoi arkën në tabernakull, e vari velin e perdes dhe kështu fshehu arkën e dëshmisë, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Vendosi gjithashtu tryezën në çadrën e mbledhjes, në krahun verior të tabernakullit jashtë velit. Vendosi sipër me rregull bukën përpara Zotit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj vuri shandanin në çadrën e mbledhjes, përballë tryezës nga ana jugore e tabernakullit. Dhe ndezi llampat përpara Zotit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj vuri altarin e artë në çadrën e mbledhjes përpara velit, dhe mbi të dogji temjanin e parfumuar, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Vuri gjithashtu perden në hyrjet e tabernakullit. Pastaj vendosi altarin e holokausteve në hyrjet e tabernakullit të çadrës së mbledhjes dhe mbi të ofroi holokaustin dhe blatimin, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj vuri legenin midis çadrës së mbledhjes dhe altarit dhe e mbushi me ujë për t'u larë. Dhe me këtë ujë, Mojsiu, Aroni dhe bijtë e tij lanë duart dhe këmbët. Kur hynin në çadrën e mbledhjes dhe kur I afroheshin altarit, ata laheshin, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Ndërtoi gjithashtu oborrin rreth tabernakullit dhe altarit dhe vuri perden në hyrjet e oborrit. Kështu Mojsiu e përfundoi punën e tij. Atëherë reja e mbuloi çadrën e mbledhjes dhe lavdia e Zotit e mbushi tabernakullin. Dhe Mojsiu nuk mundi të hyjë në çadrën e mbledhjes, sepse reja e kishte mbuluar nga sipër dhe lavdia e Zotit mbushte tabernakullin. Në të tëra zhvendosjet e tyre, kur reja ngrihej mbi tabernakullin, bijtë e Izraelit niseshin. Por në rast se reja nuk ngrihej, nuk niseshin deri ditën që ajo të ngrihej, sepse reja e Zotit qëndronte mbi tabernakullin gjatë ditës dhe natën mbi të qëndronte një zjarr para syve të gjithë shtëpisë së Izraelit gjatë gjithë zhvendosjeve të tyre. Gjoni, kapitulli 19. Atëherë pra Pilati mori Jezusin dhe dha urdhër për ta fshikulluar. Dhe ushtarët thurën një kuror me gjemba, ja vun mbi krye dhe I veshën sipër një mantel të purpurt dhe thoshin: Përshëndetje o mbret I Judeve, dhe I binin me shuplaka. Pastaj Pilati doli përsëri jashtë dhe u tha atyre: Ja, po ju anxjerr jashtë që ta dini se nuk gjejnë të asnjë faj. Jezusi pra doli duke mbajtur kurorën prej gjembash dhe mantelin e purpurt, dhe Pilati u tha atyre:
Ja njeriu. Kur e pan atë, kur e priftrin dhe rojtarët bërtitën duke thënë, kryqëzoje, kryqëzoje! Pilati u tha atyre, merrni ju dhe kryqëzojeni sepse unë nuk gjej në të asnjë faj. Judejt ju përgjigjen, ne kemi një ligj dhe sipas ligjit ton duhet të vdes sepse e bëri veten bir të Perëndis. Kur Pilati e dëgjoi këtë fjalë, u friksua edhe më dhe hyri përsëri në pretorium dhe i tha Jezusit, nga jeti? Por Jezusi nuk i dha përgjigje. Atëherë Pilati i tha, mua s'më flet, se diti që unë kam pushtet të kryqëzoj dhe kam pushtet të liroj? Jezusi u përgjigj, ti nuk do të kishe asnjë pushtet mbi mua, po të mos të të qedhën prej së larti. Prandaj ai që më dorëzoi te ti ka mëkat më të madh. Që nga atëherë Pilati kërkonte ta lironte, por judejt bërtisnin duke thënë, po e lirove këtë nuk je mik i Cezarit. Kush e bën veten mbret i kundërvihet Cezarit. Pilati pra kur e dëgjoi këtë fjalë, e çoi jashtë Jezusin dhe ul në fronin e gjyqit në vendin e quajtur Kaldrëmb e në hebraisht Gabatha. Dhe ishte dita e përgatitjes së Pashkës, rreth orës 6, dhe u tha judejve, jam mbreti juaj. Por ata bërtiten, hiqe, hiqe, kryqëzoje. Pilati u tha atyre, ta kryqëzoj mbretin tuaj? Kur e priftrind ju përgjigjen, ne s'kemi mbret përveç Cezarit. Atëherë pra, u adërzoi që të kryqëzohej, dhe e morën Jezusin dhe e quan tutje. Dhe ai, duke mbartur kryqin e tij, doli në vendin që quhej Kafka, që në hebraisht quhet Golgota, ku e kryqëzuan edhe me 2 të tjerë andej dhe këtej dhe Jezusi në mes. Dhe Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vuri në kryq, dhe ishte shkruar, Jezus Nazarenasi, mbreti i judejve. Kështu këtë mbishkrim e lexuan shumë nga judejt, sepse vendi ku u kryqëzua Jezusi ishte afër qytetit, dhe mbishkrimi ishte shkruar në hebraisht, greqisht dhe latinisht. Atëherë kur e priftrinte judejve i than Pilatit, mos shkruaj mbreti i judejve, por që ai ka thënë unë jam mbreti i judejve. Pilati u përgjigj, ata që kam shkruar, e kam shkruar. Dhe ushtarët mbasi e kryqëzuan Jezusin, morën rrobat e tij dhe bën 4 pjesë, një pjesë për çdo ushtar, edhe tunikën. Por tunika ishte pa tegel, e endur njësh nga maja deri në fund. Prandaj ata i thanë njëri tjetrit, le të mos e grisim, por të hedhim short për të kujt t'i bjerë, që të përmbushej shkrimi që thot, i ndan midis tyre rrobat e mia dhe hodhën short për tunikën time. Ushtarët pra i bën këto gjëra. Por afër kryqit të Jezusit qëndroni nëna e tij dhe motra e nënës së tij, Maria e Kleopas dhe Maria Magdalena. Jezusi pra kur pa nënën e tij dhe pranë saj dishepullin që donte, i tha nënës së tij, o grua, ja biri yt. Pastaj tha dishepullit, ja nëna jote. Dhe nga ajo orë, dishepulli e mori atë në shtëpinë e vet. Pas kësaj, Jezusi duke ditur që tashmë çdo gjë ishte kryer, që të përmbushej shkrimi, tha, kametje. Aty pra ishte një enë plot me uthull, por ata e mbushën një sfungjer me uthull dhe e vunën një deg hisopi dhe ja ofruan te goja. Por kur Jezusi mori uthullën, tha, u krye. Dhe duke ulur kryet, dha frymën. Duke qenë se ishte dita e përgatitjes, që trupat të mos qëndronin në kryq në shabat, sepse ai shabat ishte një ditë me rëndësi të veçantë, judejt i kërkuan Pilatit që atyre t'u thyeshin kërcit dhe të hiqeshin që andej. Ushtarët pra erdhën dhe ja thyen kërcit të parit dhe tjetrit që ishte kryqëzuar me të. Por kur erdhën te Jezusi dhe si pan se ai tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen kërcit. Por njëri nga ushtarët ja tejshpoi brinjën me një hesht dhe me një herë i doli gjak dhe ujë. Dhe ai që ka parë, ka dëshmuar për këtë dhe dëshmia e tij është e vërtetë. Dhe ai e di se thotë të vërtetën që ju të besoni. Këto gjëra në fakt ndodhen që të përmbushet shkrimi. Nuk do t'i thyhet asnjë eshtër. Dhe përsëri një shkrim tjetër thotë, do të vështrojnë atë që e kanë tejshpuar. Pas këtyre gjërave, Jozefi nga Arimatea, që ishte dishepulli i Jezusit, por fshetas nga frika e judeve, i kërkoi Pilatit të merrte trupin e Jezusit, dhe Pilati i dha leje. Atëherë ai erdhi dhe e mori trupin e Jezusit. Por erdhi edhe Nikodemi, i cili më përpara kishte vajtur te Jezusi natën duke sjellë një përzierje prej mirre dhe aloe, prej rreth 100 librash. Ata pra e morën trupin e Jezusit dhe e mbështollën në pëlhura liri me erëra të këndshme, siç është zakoni i varrimit ndër judejt. Por në vendin ku ai u kryqëzua, ishte një kopësht, dhe në kopësht një varr i ri, në të cilin ende nuk ishte vënë askush. Aty pra, për shkak të përgatitjes së judeve, e vun Jezusin sepse varri ishte afër.
Fjalët e urta, kapitulli 16. Përgatitjet e zemrës i përkasin njeriut, por përgjigja e gjuhës vjen nga Zoti. Të gjitha rrugët e njeriut janë të pastra në sytë e tij, por Zoti i peshon frymët. Besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. Zoti ka bërë çdo gjë për veten e tij, edhe të pabesin për ditën e fatkeqësisë. Ai që është zemër krenar është i neveritshëm për Zotin. Edhe si kur t'i shtrëngoj dorën një tjetri për beslidhje, nuk ka për të mbetur pa u ndëshkuar. Me mirësinë dhe me të vërtetën, pa drejtësia shlyhet, dhe me frikën e Zotit njeriu largohet nga e keqja. Kur Zotit i pëlqejnë rrugët e një njeriu, ai bën që edhe armiqtë e tij të bëjnë paqe me të. Më mirë të kesh pak me drejtësi, se sa të ardhura të mëdha pa drejtësi. Zemra e njeriu të programon rrugën e tij, por Zoti drejton hapat e tij. Mbi buzët e mbretit është një vendim hyjnor. Gjatë gjykimit, goja e tij nuk duhet gaboj. Kandari dhe peshorët e sakta janë të Zotit. Të gjitha gurët e peshës janë vepër e tij. Është një gjë e neveritshme për mbretërit të bëjnë të keqen, sepse froni bëhet i qëndrueshëm me drejtsinë. Buzët e drejta u pëlqejnë mbretërve. Ata e duan atë që flet drejt. Zemërimi i mbretit është si lajmtari i vdekjes, por njeriu i urtë do ta qetësojë atë. Në dritën e fytyrës së mbretit ka jetë, dhe favori i tij është si reja e shiut të fundit. Është më mirë të fitosh dituri se sa ar, dhe të fitosh mençuri se sa argjend. Rruga kryesore e njerëzve të drejtë është të shmangin të keqen, ai që do ta ruajë shpirtin e tij mbikëqyr rrugën e tij. Përpara shkatërimit vjen krye lartësia, dhe përpara rrëzimit fryma krenare. Më mirë të kesh frymë të përulur me të mirët se sa të ndash pren me krenarët. Kush i kushton kujdes fjalës do të gjejë të mirën, dhe kush i beson Zotit është i lumtur. I urti nga zemra do të quhet i matur dhe ëmbëlsia e buzëve e shton diturinë. Mendja është një burim jete për atë që e zotëron, por budallallëku është dënimi i budallëjve. Zemra e të urtit e bën të mençur gojën e tij dhe e shton diturinë e buzëve të tij. Fjalët e ëmbla janë si një huall mjalti, ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat. Ka një rrugë që njeriu t'i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerrë në udhët e vdekjes. Personi që lodhet për veten e tij, sepse goja e tij e nxit. Njeriu i keq kur dis të keqen dhe mbi buzët e tij ka si një zjarr të ndezur. Njeriu i çoroditur mbjell grindje dhe ai që shpif përçan miq më të mirë. Njeriu i dhunës e jo shokun e vet dhe e çon nëpër një rrugë jo të mirë. Kush mbyll syt për të kurdisur gjëra të këqija, kafshon buzët kur shkakton të keqen. Flokët e bardha janë një kuror lavdije, ato e gjejmë në rrugën e drejtësisë. Kush nuk zemërohet shpejt, vlen më tepër se një luftëtar i fortë, dhe ai që urdhëron frymën e tij vlen më tepër se ai që mposht një qytet. Shorti hidhet që në barkun e nënës, por çdo vendim varet nga Zoti. Filipianëve, kapitulli 3. Së fundi, o vëllezërit e mi, gëzohuni në Zotin. Për mua nuk është e rëndë t'ju shkruaj të njëjta gjëra, po për ju është siguri. Ruhuni nga qend, ruhuni nga punëtorët e mbrapsht, ruhuni nga të prerët. Sepse rreth prerja jemi ne, që i shërbejmë Perëndisë në frymë dhe që mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish. Megjithse unë kam përse të besoj edhe në mish, nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, unë edhe më shumë. U rreth preva të 8 ditë. Jam nga përjardhja e Izraelit, fisi i Benjaminit, hebre nga hebrejnë, si pas ligjit farise, si pas zellit për ndjekës i kishës, si pas drejtësisë së ligjit i bëri paqërtueshëm. Por ato që më ishin fitim, i konsiderova për shkak të Krishtit dëm. Po me të vërtetë i konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus Zotit tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë pleh që unë të fitoj Krishtin. Dhe që të gjendem në të duke pasur jo drejtësinë time nga ligji, por ato përmes besimit në Krishtin, drejtësia prej Perëndisë me anë të besimit, që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjet e tij, duke u barazuar me vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund t'ia arrijë ringjalljes prej së vdekurish. Jo se unë tashmë e fitova çmimin ose jam bërë i përsosur, por po e ndjek prapa se mos e kap, sepse edhe unë u kapa nga Jezu Krishti. Vëllezër, unë nuk e llogaris veten time se e kam kapur, por një gjë po bëj, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara, po ndjek pas synimin
drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Pra të gjithë që jemi të përsosur, le të kemi këtë mendje. Dhe në qoftë se ju keni mendje tjetër për diçka, Perëndia do t'ju zbuloj edhe këtë. Por në pikën ku kemi arritur, le të ecim sipas së njëjtës rregull me të njëjtën mendje. Vëllezër, bëhuni bashkimituesit e mi dhe vëreni ata që ecin kështu sipas shembullit që keni në ne. Sepse shumë nga ata për të cilët ju kam folur shpesh, edhe tani po ju a them duke qarë, ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Dhe fundi i tyre është humbje. Perëndia i tyre është barku dhe lavdia e tyre është në turp të tyre. Ata e çojnë mendjen vetëm në gjëra toksore. Sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim me durim shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformojë trupin tonë të përuljes që të bëhet një forme me trupin e tij të lavdis, sipas veprueshmërisë së atij që t'i nënshtroi ndaj vetes të gjitha gjërat.